Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Lajme të ëmbla, Erik Fullani propozon për martesë Sara Hoxhës. Erik Fullani, një nga personazhet më të komentuar të showbizit shqiptar, ka bërë një deklaratë që ka shkaktuar shumë reagime në rrjetet sociale. Në një intervistë të fundit, ai është shprehur me sinqeritet se tashmë ka vendosur të ndryshojë fokusin e vet dhe të jetë më stabil në jetën personale. Kam vendosur të bëhem çuni mirë këtë herë. Dua të martohem, do bëj dasëm shumë të madhe. E kam gjetë edhe vendin, por nuk e them se kam hall se ma marrin. Tha ai me humor, duke lënë të kuptohet se planet për martesë janë më serioze se kur. Me sa duket, raporti me Sara Hoxhën është drejt finalizimit në martesë. Me Sarën, ai është parë disa herë në dalje publike, gjithashtu edhe në evente. Edhe pse asnjëri prej tyre nuk e ka konfirmuar hapur një lidhje, fotot dhe vendet e njëjta që ata frekuentojnë nuk kanë kaluar pa u vënë re. Megjithatë, Fullani ka zgjedhur të mos zbulojë asnjë detaj konkret, duke ruajtur misterin rreth vendit të dasmës dhe identitetit të vajzës. Kujtojmë se Sara është nënë e një vajze, fryt i dashurisë me Ledri Vulën. Sara nuk ka komentuar asgjë në lidhje me raportin me Erikun, mirëpo duket se më në fund ka gjetur lumturinë.